Kjo është Radio Lab dhe transmeton nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji në Universitetin e Tiranës. Shpesh i shohim rrjetet sociale si diçka spontane, por pas çdo klikimi, reagimi apo fame, fshihet një strategji e mirëfillt. Sot do ta shohim këtë botë më nga afër përmes dikujt që e njeh mirë industrinë e showbizit dhe fenomenin e klikimeve online. I njohur për stilin e tij direkt, analizat mbi famën online dhe komentet e fenomeneve virale, ai ka qenë pjesë e mediave të ndryshme me ne sot Andi Vrapi. Mirë se erdhe Andi. Mirë se gjeta, edhe shumë kënaqësi të kthehem në këtë ambient që shpesh herë më ka dhënë shumë ankth dhe shumë stres, po nga ana tjetër kujtoj me shumë nostalgji se kam marrë shumë gjëra të mira nga këtu. Edhe shumë suksese dhe juve për këtë nisë. Ne kemi pasur këto kushte, me thënë drejtën, që ndihemi pak xheloz, por kënaqësia është e gjitha e jona dhe jemi shumë të lumtur që të kemi sot këtu. Andi, dua ta nis pak nga rrugtimi yt personal, sepse mendoj se mënyra se si dikush hyn në këtë industri tregon shumë për mënyrën se si ajo funksionon. Kur e shoh veten sot dhe mënyra se si ke hyrë në këtë botë, mendon që ka qenë një strategji e jotja, pra diçka e mirë menduar, apo mendon që ka qenë rrjedh e kohës? Pari, mendoj që mënyra se si kam hyrë unë, apo si mund të kenë hyrë disa nga kolegët e mi, nuk është ndoshta aq shumë efikase ditët e sotme. Për dikë mund të funksionoj, për dikë mund të mos funksionoj. Unë gjithmonë kam menduar që për të bërë pjesë e botës mediatike duhet kalosh disa stade, pra duhet kalosh fillimisht nga media e shkruar, nga redaksia, që përpos gjithë aspekteve negative që mund të ketë, ka disa gjëra që ajo të mëson që nuk të mëson asnjë stat tjetër, më pas ti mund të kalosh në radio ose mund të kalosh në televizion dhe të kalosh në etapa tjera, por unë gjithmonë kam pas parë redaksinë dhe median e shkruar si ajo baza e eksperiencës apo e karrierës mediatike që në momentin që ajo solidifikohet, shërben si një bazë shumë e mirë karriere. Por sot nuk mund ta themi dot një të gjë, sepse jo të gjithë aktorët mediatik kanë një background të tillë, pra ne sot mund shohim prezantues apo moderator në radio apo në televizion që ndoshta nuk e kanë këtë background, ndoshta s'kam përfunduar studimet për gazetari. Për gazetari, kështu që nuk e di a funksionon apo jo, për sa kohë aktualisht për disa funksionon. Sepse ne gjithashtu shohim edhe shumë influencera që i futen kësaj botës së moderimit. Ky është problem pastaj i tregut mediatik dhe jo i individëve. Domethënë nuk ka faj dikush që është influencer apo dikush që do të bëhet gazetar apo moderator që i jepet mundësia, nuk është faji i atij ose asaj, është problemi i tregut apo i hapësirës mediatike që i ofrohet edhe që i atyre drejtuesve që lejojnë këtë gjë. Kështu që unë vetë kam nisur, ka qenë një portal online që fatkeqësisht sot nuk funksionon më, ka qenë blitz.al, që ka qenë me redaktore një nga zyshat tuaja, që ju keni fatin ta njihni shumë të butë se kam bërë unë. Edhe paralelisht pastaj, pas një periudhe prej 60 ditësh apo 90 ditësh, u integrova unë në programin Thumb, që fillimisht transmetohej në Top Channel dhe pastaj kaloi në ABC News, pra ka qenë fillimisht ka nisur nga media e shkruar, pastaj kam kaluar në atë televizive. E kuptoj. Andi, ti ke qenë vazhdimisht afër medias dhe komunikimit dhe figurave publike. Ajo që unë dua të pyes është çfarë të ka bërë më shumë përshtypje tek personazhet publik dhe tek mënyra se si ata ndërtohen. Pra, pak a shumë tek pjesa që folëm edhe pak më parë e influencerave. Është diçka që të ka lënë përshtypje? Unë nuk mund t'i përgjithsoj, sepse ka disa lloje personazhesh, pra ke influencera që e trajtojnë si punë të mirëfillt, ke gazetarët që bëjmë paralelisht dhe influencerin, ke gazetarët që bëjnë vetëm gazetarët, ke personazhet si aktora apo këngëtarë që bëjnë vetëm këngëtarin dhe aktorin, ke personazhe të tjera që bëjnë këngëtarin, aktorin, influencerin dhe gazetarin njëkohësisht, që ka disa kategori. Për t'ju futur secilit nuk do na dilte koha, kështu që po i bie shumë shkurt. Ka nga ato personazhe që mendojnë me strategji, pra çdo postim i tyre, çdo dalje e tyre televizive bëhet me një qëllim të caktuar. Ka nga ato personazhe që janë shumë më të lirshëm dhe jo çdo gjë që ato postojnë apo jo çdo gjë që ato thonë apo jo çdo intervistë që ato japin. Jo, ka një mesazh, po ka një qëllim. Se mesazh në fund ditës secili prej tyre komunikon një mesazh të caktuar, por qëllimi për cilin bëhet nuk është dukshëm
ekonomikisht apo për të rritur shifrat. Ndodhet që thjesht postojmë për hir të audiencës apo për të ndarë nga jeta e tyre që janë ndoshta shumë të pakët këto krahasuar me ata që e bëjnë enkas për të përfituar shifra, qofshin këto ekonomike apo engagement në rrjetet sociale. Pra, duke qenë se folëm dhe për këtë, mendon se njerëzit sot ndërtojnë më shumë një identitet online se sa një identitet real? Pra, një personazh i caktuar mban një personazh që shfaqet që në fillim dhe i qëndron statik atij lloj personazhi që ka zgjedhur të jetë. Shiko, ditët e sotme identiteti mediatik apo digital apo publik që në shumicën e rasteve përputhen me njëri tjetrin, është i domosdoshëm. Pra, nëse ti sot nuk je online, ndoshta për shumë njerëz ti thjesht nuk ekziston. Për shkak se vetë rrjetet sociale janë bërë pjesë e integrueshme e jetës tonë, nuk janë thjesht për t'u argëtuar apo për t'u informuar, por janë pjesë aktive, jo pasive. Nga ana tjetër, prandaj thash që varet shumë nga personazhi apo nga individi. Ka individ që u përputhen identiteti digital me atë personal. Ka nga ato që janë dy identitete të ndryshme. Unë për shembull shpeshherë futem tek ky rast i dytë, që identiteti personal nuk përputhet me identitetin që kam krijuar në sytë e njerëzve në perceptimin publik. Pra, dikush mund të mendojë që unë jam shumë ekstrovert, që pëlqej të rri me shumë njerëz, të flas me shumë njerëz, të flas gjithkohë, ndërkohë që është e kundërta. Social media tregon le të themi. Që tregoj unë dhe për shkak të asaj që unë tregoj, krijohet ky perceptim. Nga ana tjetër unë preferoj të takoj sa më pak njerëz, të flas sa më pak, edhe të rris me sa më pak njerëz, kështu që nuk do ta thoja që kjo është diçka negative apo diçka e keqe. Është për hir besoj edhe të profesionit që ju zotëroni. Për sa kohë ai profil apo ai identitet ka një qëllim të caktuar, ka një lloj qëllimi në komunikimin e tij, nuk mendoj që ka diçka negative. E kuptoj. Nga eksperienca jote, kur fillon momenti ku një person nuk poston më për qef, por fillon të postoj për reagim? E para kur përpiqet, me që ishim në këtë rastin e Eurovisionit dhe të Alisit, kur fillojnë të kritikojnë gjëra edhe japin argumente që të vjen vetëm për të qeshur, se as nuk kundërshton dot. Kjo në ditët e sotme quhet rage bait. Pra, ti del kundër një fenomeni, përpiqesh ta kundërshtosh, për të krijuar impakt qoftë dhe negativ që ti të marrësh nga ana tjetër vëmendje, engagement edhe shifra të larta klikueshmërie. E kuptoj. Le të ndalemi pak tek ideja e klikimit. Nuk po thoja emra, se besoj isha shumë qartë për këtë kisha. Ne faktikisht ne do donim që të thojë edhe disa emra, që të ishim më konkret. I pari ishte e para për shembull ishte intervista Monika Lubonjës. I dyti është Robert Aliaj për shembull, që e bën gjithkohës këtë gjë, që përpiqet të jetë antagonisti dhe të gjithën e bën për rage bait, se po të mendonte realisht ashtu nuk do dilte fare në televizor. Dritan Hila nga ana tjetër po ashtu me statun që kishte bërë për performancën e Alicit në Eurosong, kështu që ka disa njerëz të tillë. Një kolegu ynë që punon te Albania Radio bën gjithkohës këtë, mund ta themi apo jo, jo, mund ta thoja për shembull, edhe Ronaldo Sharka e bën her pas here këtë që përpiqet të bëjë rage bait, duke munduar të japi një si më thënë, të japi një këndvështrim antagonistit një fenomeni apo një çështje. E kuptoj. Besoj nga ana tjetër ka edhe kjo pjesë ka edhe një influencë të caktuar. Pra ka disa persona që duan t'i dëgjojnë këto komente pavarësisht se nuk janë nga vetë personat. Po shiko, publiku mund të dojë të dëgjojë dhe të lexojë shumë gjëra, po kjo varet çfarë do t'i japësh ti. Pra nëse kemi X fenomen apo Y çështje, ti duhet t'i qasesh me argumenta dhe dallohet qartë kur ti realisht e mendon ashtu, sepse jeta jote pasqyron këtë gjë që ti po thua. Pra nëse unë mendoj që mua më pëlqen ngjyra jeshile, ti do ta shohësh se unë në disa nga veshjet e mia do e kem të integruar ngjyrën jeshile. Nëse unë them që ngjyra jeshile s'bën, ndërkohë pantallonat i kam jeshile, ka gjë që s'shkon. Pra ti po thua që kjo është, le të themi, një fasad për të krijuar vëmendje. Është rage bait, është janë deklarata apo janë fjali të thëna qëllimisht për të krijuar këtë lloj impakti tek publiku, edhe që mund të gjenerojë komente negative, po për sa kohë komentohet, për ta është okay. Okej, Andi, le të ndalemi pak tek ideja e klikimit, sepse sot duket sikur klikimi ka më shumë vlerë se sa informacioni. Sipas teje, pse njerëzit tërhiqen më shumë, le të themi, pas një drame se sa pas diçka që do të japi një informacion? Të përgjigjen besoj mund ta japin
edhe profesorët e shkencave sociale. Është shumë e thjeshtë për njerëzit që të shkojnë pas një drame sociale apo pas një fenomeni që ka zero ndikim në jetën e tyre, sepse kjo i bën të mendojnë sa më pak edhe të reflektojnë sa më pak. Tyre, le të themi. Jo të largojnë hallet e tyre, po të shmangin hallet e tyre, edhe të shmangin problemet që ata kanë, apo të shmangin mendimet për problemet e tyre, edhe të përfshihen në situata që kanë zero efekt në jetën e tyre. Maksimumi efektit që mund të ketë është të jenë thjesht temë një bisede në një darkë, në një drek, apo në një konsumim pije, apo çka tillë. A mendon se algoritmi sot po e ndryshon mënyrën se si njerëzit sillen online? Pra pjesa e klikimeve, le të themi, po e ndryshon pak më shumë vjeshmërinë e një personazhi të caktuar. Sigurisht, ka personazhe që sillen në një mënyrë të caktuar vetëm për shkak të dëshirës për të tërhequr sa më shumë klikime, ndoshta po sot nuk kemi nga janë mbajmë përveç se të bien prej algoritmit. Si për shembull TikToku është rrjeti kryesor social i cili ty ta heq mundësinë për ta kontrolluar ti algoritmin tënd në 100%. Pra, ti futesh në TikTok dhe ti nuk ke mundësinë për të zgjedhur këtë të shohësh. Ti thjesht të del kontenti dhe bën scroll. Ndryshe për shembull nga Facebooku që ti e zgjedh vet postimet e cilit do të shohësh, apo në Instagram që ti e zgjedh zgjedhja jote është të bësh follow dikë dhe të dalin postimet e atij personi që ti ke follow dhe personave që ti nuk i ndjek. Ndërkohë që në TikTok nga ana tjetër ti nuk e ke mundësinë për ta bërë këtë. Ti mund të ndjekësh njerëz, po kjo nuk do të thotë që gjithkohës të dalin ty postimet e këtij personi. Gjëja e parë që ti sapo hap është for you page dhe for you page dalin postimet e njerëzve që ti ndoshta as nuk i njeh, as nuk i konsideron, apo ndoshta. Megjithse, edhe TikToku ka algoritmin e vet. Pra atë që shef më shpesh është dhe postimet që të dalin më së shumti. Kjo është arsyetimi që bëjnë kompanitë e rrjeteve sociale, që algoritmi varet shumë nga gjëja që ti zgjedh, po ti do duash për shembull të shohësh video politike dhe ndoshta ti edhe pasi ti kërkosh është shumë rrallë që të dalin video politike. Sepse varet periudhë, për shembull, pra, është një pretekst, le të themi? Në periudhën e zgjedhjeve elektorale në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 2020, kur ishin 2024, mos e gaboj, 2025. Nuk ka rëndësi. Po, varja. 2024. Jo, 2024. 2024 kanë qenë zgjedhjet, se tani janë midtermsat. Postimet në Twitter, në X sot apo në Twitter që quheshin, edhe nëse ti zgjidhje të mos shifje postime politike apo me karakter të djathtë, ty të dilin gjithkohës postime që kishin të bënin me politikën e Partisë Republikane dhe shumë rrallë të dilnin postime që ti realisht do doje të shije. E kuptoj. Andi, ti personalisht, a ke qenë ndonjëherë në një moment kur po e kuptoje që një situatë po merrte më shumë reagim edhe pse nuk ishte aq e rëndësishme? Po kjo është gjithkohës. Shumica e situatave që marrin reagim janë situata që kanë lidhje me reality show në Shqipëri, apo që kanë bënë me personazhe që kanë dalë nga reality show, kryesisht nëse janë çifte. Kështu që ne tashmë e dim rreth jon shoqëror apo ne që merremi me këtë punë e dim që situata të caktuara të Big Brotherit apo të Ferma VIP marrin shumë vëmendje se të tjera, apo e shohim që kur disa personazhe faktorizohen dhe nëse ata janë çift, sigurisht që marrin shumë vëmendje. Ka pasur raste për shembull që ti mund të kesh nxjerr një foto me një personazh të Big Brotherit që ka qenë kryefjalë, ti ke marr gati 2000 followers brenda 24 orëve vetëm se ke nxjerr një foto me të, domethënë. Kjo shpjegon ndoshta edhe për psikozën që kemi ne si shoqëri, që vazhdojmë që të lëmë akoma pasin e individëve të caktuar që ndoshta kanë zero ndikim në jetën tonë, po sepse ndodh ta thash, kjo mbetet për të studiuar në shkencat sociale. Kur punon në këtë industri, sa e vështirë është të dallosh interesin real nga interesi për vëmendje? Vëmendjes është kthyer pak në kompleks kur e flasim, se i themi gjithkohës ti do vëmendje. Shikoj, në thelb të gjithë duam vëmendje. Për këtë arsye po të mos doje vëmendje nuk si mund ta dallojmë një person që realisht po thot një deklaratë sepse vërtet mendon ashtu, dhe nga ana tjetër si mund ta dallojmë një person që po e jep e para duke njohur kush e jep këtë deklaratë. Pra prandaj ta thash, nëse unë jam i veshur me jeshile dhe unë them që ngjyra e jeshile nuk më pëlqen, kjo i bie që unë po e them për një arsye që nuk ka të bëjë me atë që unë realisht besoj apo atë që realisht unë mendoj. Pra varet shumë cili e thot, cili është personazhi që e thot, emri që e thot, individi që e thot. Nga ana tjetër shihet edhe argumenti që jep. Pra nëse argumenti është thjesht nuk më pëlqen dhe nuk ka një argument tjetër, shanset që ta thot
mendimin se mendon që do t'i vlej në të ardhmen për të shtuar klikimet apo engagementin janë shumë të larta se thjesht ashtu realisht mendon. Sa e vështirë është kjo gjëja që qëndron pas Big Brotherit. Pra, në momentin që jemi duke e parë patjetër që njerëzit kanë këtë obsesionin pas një personazhi, por sa e vështirë është të mbahet fama pas një reality show si Big Brother. Ose ferma VIP. Është e vështirë për ata që janë konkurrencë, për ne tjerët që merrem me të nuk është e vështirë se ne vazhdojmë jetën normalisht si gjatë, si para. Faktikisht po flisnim për personazhet. Pra, po zëm rastin konkret Selin. Okej. Është e vështirë sepse çdo zgjedhje që ti do marrësh do duhet ta vlerësosh, a të vlen, a nuk të vlen, çfarë do ndodhi, a do e pëlqen njerëzit apo s'do e pëlqen njerëzit, a duhet ta pranosh të ofertën, a duhet ta pranosh të kontratën, a duhet të flas ti njeriu apo nuk duhet të flas ti njeriu. Pra, duhet të bëj disa zgjedhje të shtok këtu edhe presionin e madh nga publiku që ndjekësit të shkruajnë gjithkohës që ka pasur raste për shembull që unë mund të kem thënë një opinion pozitiv për ty, ti ke qenë konkurrente, por miku yt të thotë që Andi ka folur keq për ty dhe ti nga shushatja që pak e ke nga qëndrimi brenda, pak edhe nga hutimi jashtë, ti e merr për të mirë qenë. Pra, sensorët e tu dobësohen. Është e vështirë, e vetmja gjë që mund të shpëtojë është të qëndruarit me këmbë në tokë, është të kesh rreth rrotull vetes njerëz të duhur, të dish ti zgjedhësh njerëzit që ke afër, edhe pastaj varet shumë nga zgjuarësia e secilit individ për të bërë zgjedhjet e duhura. A mendon që sot fama është bërë më e shpejt, por më pak e qëndrueshme? Pra ti mund të krijosh një famë më shpejt se sa. Po, sepse është e shpejt për shkak të rrjeteve sociale. Si TikTok-u. E dyta, qëndron pak, jo vetëm për shkak të rrjeteve sociale, qëndron pak sepse kur ti punon edhe ti lodhesh për të ndërtuar vëmendjen që ti merr apo famën tënde, sigurisht që ti di ta mbash, ja di dhe aspektet negative, ja di dhe ato pozitive, po kur qëllimi yt i vetëm është të bëhesh i famshëm, në momentin që bëhesh i famshëm edhe arrin atë që do, fillon pastaj e para në gjuhën e përditshme quhet deluzion, fillon pastaj krijon pritshmëri që të tjerë duhet të kenë ndaj teje që nuk janë reale. E dyta pastaj fillon edhe harron në të cilin vend jeton, mendon që jeton në Kaliforni, por ndërkohë jeton tek Selita. Me gjithë respektin për Selitën. Aty ku banojte unë, po gjithsesi. Nuk e dija për zotin, më fal, nuk e dija. A mirë se Selita sikur thashë që nuk ka problem, njerëz normali jemi. Pikërisht. Se mos doni të krahasoni me Kaliforninë. Dhe tjetra, humba tash çfarë do të thoja, po të gjej rrugës. Dhe tjetra është që në qoftë se nuk ka gjë që ta mbështesi famën që ke për momentin, ajo supozohet të bie, pra nëse ti nuk investon në produkt apo në një shërbim, pra ose të hapësh një biznes, apo të hapësh një të ndërtosh diçka tënde, apo të fillosh një program tëndim, pra që kjo fama ti shërbej diçka e gjë tjetër. Se s'mund të jetë fama ai qëllimi final, se nëse arrim pastaj që është shumë e thjeshtë ta arrish famën, dhe pastaj çfarë do bësh me të? Nëse ti nuk di çfarë do bësh me të, ti do humbësh. Nga ana tjetër mendon që është edhe ai presioni për të qenë gjithkohës aktiv? Për të qenë aktiv. Shumica personazheve për cilët po flasim nuk është se janë gjithkohës aktiv. Se postojnë foto random, nuk është se postojnë content nga jeta e tyre e përditshme. Po për të pasur atë qëndrueshmërinë, le të themi, po vetë rrjetet sociale të detyrojnë ta kesh qëndrueshmërinë, pra vetë njerëzit ta kërkojnë të dinë çfarë ti po bën, ku je në këto momente. Më këje, apo takosh me filanin, me fistekun, apo del këtu, a do shkosh atje, pushimet këtu, pushimet atje. Plus, vëmendja të sjell edhe bashkëpunëtor ekonomik, pra që ti duhet që ti postosh edhe ti reklamosh, po ti nuk mund të reklamosh vetëm bashkëpunëtorët tua ekonomike, po duhet që, si më thënë, ti japësh të gjithë gamën e gjerë të përditshmërisë tënde, që të duket sa më reale, sepse kur janë vetëm reklama, audienca bëhet e lodhur. Bëhet e lodhshme për publikun. Nga ana tjetër, a mendon se publiku shqiptar është bërë më i varur nga dinamika dhe konflikti? Po flasim për reality show, pasi dalin, siç ishte rasti i fundit midis Selin dhe Mateos, që u bën unfollow. Këndo zakonisht kur janë çifte. Pra duan të dinë çfarë ndodh me çiftin, a është bashkë çifti apo është ndar, është rikthyer apo s'është rikthyer. Se romanca vazhdon të jetë shitja numër 1 e fenomeneve në romancat gjithmonë funksionojnë. Po, edhe
romancat janë ato kryesore, po këto pastaj konfliktet tjera individuale janë më pak të zëshme se romancat. Romanca vazhdon të jetë ajo që është në krye të klasifikimit. Më intereson shumë edhe pjesa prapa kamerës. Pra, atë që publiku nuk e sheh. Nga eksperjenca jote çfarë nuk kupton publiku për këtë industri? Po, më falë nëse publiku se kupton, pse duhet ja them unë kur mendon. Po gjithë kanë interes, të gjithë. Po shiko, është sikur të pyesësh një njerëz që ka bërë një zbulim, cili është sekreti i zbulimit tënd, na e thuaj. Andi me qenë se jemi këtu. Sa e vështirë mendon që është për të ruajtur autenticitetin në një botë që shpërblen eksagerimin? Sa pyetje filozofike kjo. E kemi ruajtur drejt fundit. Duket që je studentja profesor Fugos. Shikoj, nuk mund të flas dot në përgjithësi për jetën atje jashtë, po ndoshta mund të flas për realitetin mediatik. Unë mendoj që e vetmja gjë që të shpëton që të mos humbasësh në këtë vorbullën që herë ngrihet vëmendja, herë ulet vëmendja, e të duhet pastaj të bësh kompromise, është të jesh i vërtet në atë gjërat që realisht ti mendon dhe beson. Pra të mos shkosh rreth fenomeneve vetëm për hir të shkuarit dhe për të rrhequr klikime apo vëmendje, të mos përkrahësh njerëz apo fenomene që thjesht mund të jenë të zëshme për momentin, por ndoshta nuk qëndrojnë mirë me ty. Thënë kjo për shembull, nuk mund të të mbështes ty, nëse unë realisht nuk mendoj që ti duhesh mbështetur, sepse kjo gjëja pastaj do krijoj shumë gjëra të tjera nga pas, që do t'i bëjë njerëzit besojnë që ti je thjesht cloud chaser, edhe shkon pas gjërave që të sjellin vëmendje dhe jo realisht pas gjërave që mendojnë apo që realisht bën. Paktën më personalisht kjo gjëja më ka shpëtuar kur ka pasur nevojë që unë të bëj një zgjedhje mes dy persona, dy fenomeneve. Unë kam zgjedhur të shkoj ndoshta me një person apo me një fenomen që jo vetëm që nuk më ka dhënë vëmendje, por edhe atë vëmendje që kam pasur ndoshta ma ka paksuar, sepse pas disa kohësh është krijuar përshtypjet e njerëzit që unë realisht them atë që unë mendoj dhe unë atë besoj dhe jo për hir të tërhequrit klikime apo vëmendje. Kështu që kjo të paktën këshilla që mund t'jap unë që mund t'i shpëtoj. Këtu doja të dilja për ta përmbyllur, doja një këshill për gjithë ata njerëz që tash 2-1, duket që kam e shpejt. Që duan t'i futen kësaj bote. Mos ju fusni. Shkurt. Jo, bëj shaka. Jo, e para është mos ju fusni, nëse keni zgjedhje tjera, jeni më mirë. Dikush e ka pasion? Mirë. Po s'patë zgjedhje tjetër fut jo. Po përveç kësaj që thash ti je i vërtet në gjërat që ti realisht bën. E dyta është ç'a mund të jepja se duket kështu. Një nga këshillat që mua më kanë dhënë është kur të mos stopoj së qenuri student apo të mësoj. Pra, edhe nëse ti arrin ke qenë në Big Brother, ka arritur finalen, ke 200.000 followers, ke një algoritëm shumë të mirë. Jo, për ka. Bishaka. Për ka, jo, moj. Jo. Nuk ka rëndësi sa i famshëm je, sa vëmendje ke, sa i rëndësishëm je, se në Shqipëri jo gjithmonë fama shkon në përpjestim të drejtë me rëndësinë që ti ke. Rëndësishme është të mos stoposh kurrë së mësuari, së lexuari dhe së njohuri gjëra të reja në botë, sepse në momentin që ti kënaqesh me gjërat që ke, ti ke stopuar në vend, po jashtë është një botë që ndryshon çdo orë më tepër dhe në momentin që ti vendos të qëndrosh në vend, ka të tjerë që do të parakalojnë, kështu që Andi, të falenderoj shumë. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi për mua që të flisnim sot jo vetëm për biznesin e klikimeve online, por edhe pak për eksperiencën tënde personale. Shumë faleminderit. Së bashku do të ndiqemi merr noti për këtë? Patjetër që marr. Inshallah s'do ndjesit të rëndësishëm. Të falenderoj shumë që jemi radhës tjetër. Kush ta vë notën? Zyshionida?